Dashi, në marrëdhëniet tuaja sot mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë dhe mirëkuptim, ndaj komunikoni hapur me partnerin. Në punë do të keni mundësi të tregoni talentin tuaj, por shmangni debatet e panevojshme. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëni shpenzime të pamenduara. Demi, sot do të ndjeni të lidhur fort me partnerin dhe do të keni mundësi të zgjidhni keqkuptime të vogla. Në punë pritet një lajm i mirë ose një përparim i vogël që do ju jap motivim. Sa i përket financave, është mirë të bëni plane afatgjata dhe të shmangni rreziqet. Binjakët, marrëdhëniet romantike janë të ngrohta sot, por mund të lindë një xhelozi e vogël që kërkon qetësi dhe mirëkuptim. Në punë idetë tuaja do të vlerësohen, por keni kujdes nga premtimet e tepërta. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Financat paraqiten të qëndrueshme, por është koha të filloni të kurseni. Gaforja, dita sjell paqe dhe harmoni në jetën tuaj sentimentale, duke ju mundësuar të forconi lidhjen me partnerin. Në aspektin profesional, përqendrohuni në detajet dhe mos lejoni që presioni t'ju ndikojë. Ekonomikisht, ruani balancën dhe shmangni investimet impulsive. Luani, sot mund të keni një bisedë të rëndësishme me partnerin që do të përmirësojë marrëdhënien tuaj. Në punë, kreativiteti juaj do të vijë të re, por ruani profesionalizmin për të shmangur keqkuptime. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe mos e ngarkoni veten me shumë përgjegjësi. Financat janë në një fazë të mirë, por kurseni për të ardhmen. Virgjëresha, në dashuri pritet një ditë e qetë dhe mbështetëse, ku partneri do të jetë pranë jush në çdo moment. Sfidat në punë mund të kërkojnë më shumë durim, prandaj mos e humbni fokusin. Shëndeti mund të kërkojë kujdes ekstra ndaj lodhjes dhe ushqimit të shëndetshëm. Ekonomikisht, është mirë të shmangni huat dhe të planifikoni shpenzimet. Peshorja, dita është perfekte për të kaluar kohë cilësore me partnerin dhe për të forcuar lidhjet emocionale. Në punë jeni energjik dhe të gatshëm të merrni iniciativa të reja, por mos injoroni këshillat e të tjerëve. Kujdesuni për sistemin nervor duke bërë pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat janë stabile, por nuk është koha për shpenzime të mëdha. Akrepi, sot do të ndjeni një afrim të veçantë me partnerin, por ruani qetësinë nëse lindin mosmarrveshje të vogla. Kujdesuni për shëndetin duke ushqyer shëndetshëm dhe duke shmangur lodhjen e tepërt. Financat mund të përmirësohen, por është mirë të jeni të kujdesshëm me investimet. Shigjetari, marrëdhëniet personale kërkojnë ndershmëri, ndaj shprehni ndjenjat tuaja hapur dhe pa frikë. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të vlerësohet. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik dhe ushqimin e shëndetshëm. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Britsjapi, sot do të jeni të hapur dhe të sinqert në dashuri, duke ndihmuar në zgjidhjen e çdo keqkuptimi të vogël. Në punë keni mundësi të përmirësoni pozicionin tuaj përmes bashkëpunimit dhe ideve të reja. Kujdesuni për shëndetin emocional dhe mos lejoni stresin të ndikojë në vendimet tuaja. Financat janë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të planifikoni me kujdes. Ujori, në dashuri mund të ndiheni pak të distancuar, por një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë gjithçka. Në punë, të papriturat mund t'ju detyrojnë të jeni fleksibël dhe të përshtatshëm. Financat janë në nivel të mirë, por bëni kujdes me shpenzimet e vogla të përditshme. Peshqit, dita sjell harmoni në marrëdhëniet tuaja dhe mund të përjetoni momente të veçanta me partnerin. Në punë, përqendrohuni në bashkëpunimin me kolegët dhe mos nguroni të kërkoni ndihmë. Kujdesuni për shëndetin duke bërë aktivitet fizik dhe duke ruajtur balancën emocionale. Financat janë të qëndrueshme, por është koha të mendoni për investimet të vogla.